Ogerta Mashtirliu. E propozoj. Absolutisht me bëri fakt kryere, i thash kandidatja. Erion Veliaj do tregonte mblef dhe mëri nëse Erion Veliaj vendimin për ta zëvendësuar si kryetar i Bashkisë Tiranë do e çojë kushtetuese. Që derisa të marrë mandati e çon ai. Po doj dhe e fiton dhe në kushtetuese. Por nëse s'bëhet kjo, ka sinjale, për ta kuptuar, nëse ata kanë folur, ka një lloj bashkëpunimi as simbioze me njëri tjetrin. Sepse nuk e shkarkojnë dot, edhe po ta shkarkoj Këshilli Bashkiak, në kushtet ku është ai, nuk e shkarkojnë dot se e çon gjykatë kushtetuese. Problemi qëndron, Erion Veliaj a ndjen veten të pafajshëm apo jo? Dhe në faktin nëse ky bëhet kurban politik, Ka të pamundur tani ta shpjegoj. Kur bëhet kurban politik, ai duhet të reagoj, po është shumë e vështirë të reagojë në burg, sepse burgu gjelet. Do reagosh po ke çfarë thon burg më sepse. Por Eldar, ti vetë burg të çojë gjykatë kushtetuese, do të çojë ta kundërshtojë. Ti e kuptojmë pastaj nëse është kundra Ramës, apo jo. Do ta kalojë nëse është kundra vendimit të Ramës. Ka drejtën për ta qenë gjykatë kushtetuese. Absolutisht po. Nëse ky zëvendëson me Ogertën, po. Nëse zëvendëson me Ogertën, me kush do të Këshilli Bashkiak, njerëzit që janë të Erion Veliajs do votojnë për shkarkimin apo jo? Po s'ka ngel me njëri aty. Këshilli Bashkiak s'ka si zëvendësoj, si duhet bëj zgjedhjet. Këshilli Bashkiak nuk e se zëvendësojnë, po flas s'ka ngelur fryma. Nuk e kanë lënë më frym, nuk është çështja se. Tani të gjithë njerëzit politikë ishin ata. Unë nuk besoj se këta të Këshillit Bashkiak do votojnë kundër Ramës nëse vetë Veliaj është dakord që të shkarkohet. Problemi qëndron që duhet të ketë një lloj reagimi, sepse dhe Arben Ahmetaj reagoi, por reagoi në një farë mënyre në kuptimin shumë me mesazhe simbolike, më tepër simbolikisht se sa kërkon marrëveshje, se sa më shumë kërkon siguri, garanci se sa thjesht ka denoncuar. Mos po kërkon dhe lekët e vet ai mbase. Por ideja qëndron, ajo thelbi i lajmit është që këtu në PS ka doli sipërfaqe dhe diçka tjetër, që ta kuptojmë. Në një faktin, duke pasur parasysh faktin që opozita është e dobët, pra kemi një opozitë e cila nuk është strukturuar, nuk është një trup i strukturuar që mund ta vendosi këtë mazhorancë socialiste nivele absolute në vështirësi, lufta ka filluar nga brenda familjes tashmë. Këta po i bëjnë gropën njëri tjetrit dhe po të shohësh ka nisur lufta Eldar. Po ka nisur me kohë lufta. Lufta ka nisur me kohë, se gjysma dërëndësimi këta e kanë bërë njëri tjetrin s'pak. Po pa diskutim, sepse edhe dokumenti për t'ja kanë dalur ata. Edhe burja i X, madje këto përdorin edhe deputet të opozitës për të goditur njëri tjetrin. Japin informacion deputetëve të opozitës. Ata shkojnë edhe i plasin, i godasin njëri tjetrin. Pra këtu është bërë një mishmash kuptimin, sepse ka rënë parimi, ka rënë ideologjia, nuk pritet më për njerëz që janë ideologjik, njerëz partijak. Këtu thjesht janë disa njerëz të cilët bëjnë garë për të marrë pushtetin dhe kush do të jetë më afër marrjes së fronit. Dhe kjo është mjaftet lehtësisht e dallueshme dhe nuk ka pse ne të bëjmë sikur, por edhe filozofinë e politikë ekziston kjo ide ku në mungesë të një pasqyre, ku tjerët shohin veten, korrigjohen, e shohin me frikë, janë nën kujdes, duke mos pasur fare problem ato çfarë ndodh opozitën dhe median, sepse këto kanë blerë, opozita është shkatruar e goditur për arsyet si u godit, dhe aktori kryesor i goditjes opozitës ishte ky kryeminist, i cili në vend që të pranonte një pozitë fort, në thelb, duke goditur ata dhe duke pretenduar se do rrije gjatë në pushtet, duke pasur opozitën e dobët, ai bëri gropën vetes. Sepse gjithë miqtë e tij po bin burg. Pra, sa më shumë të rish në pushtet, aq më i vetmuar do gdhiesh. Dhe do jesh gjithmonë i vetmuar. Si shpëton ky kur të shkojnë në burg? Se dhe kjo ngrihet një pikë pyetje. Si shpëton ky kur gjithë këta bashkëpunëtorët e vet me të drejtë. Tani unë kam arritur në një përfundim, ndoshta nuk më vjen mirë që e them sepse e kam mbrojtur me shumë forcë, por shoh një ndikim shumë të madh këtij në drejtsinë e re. Në drejtsinë e re. Pa diskutim se ka një filozofi realisht në shtetin e së drejtës. Nuk mund goditen ata që kanë 12 vjet që nuk janë pushtet. Sigurisht do të godasësh, krimi goditet kudo kur ka. Po këta sa godit pa 12. Po problemi është duke ti thu gjurma ujku po bën kërdin këtej. Ana ka një test tjetër. Ana i thotë që andis janë godit fare dhe po goditen vetëm këtej. Ujku se ja goditur se tani u godit ish kryeminist, ish president e kanë kokër burgut.
Është element i opozitë. Nuk kanë në godit. U godit dhe kryeministri e lanë 300 sa ditë e lanë në balkon, kupton? Në arrest shtëpia, është i vështirë arresti i shtëpisë për një moshë mos nuk është i lehtë. Ka lanë ngeli vetë. Pa diskutim, por dosja shkoi. Dosja shkoi në SPAK, u shkoi në SPAK. Po një tim po ishte në gjendje të lira, detyrim paraqitje. Detyrim paraqitje e bëri vetë dolli ajo, plotësisht dakord. Se isha edhe djemi tem. Unë thash atë tjetër, se që ta shpjegoj se mos i themi shkurt gjërat. Unë jam me mendimin që SPAK momentalisht ja kam shpjeguar ti, do e shpjegoj të gjithë derisa të lodhem. SPAK momentalisht në 2/3 e funksionit të tij kohor për të tetuar dhe për të prodhuar produkt të rëndar ka goditur momentalisht vetëm socialistët. I vetmi personazh i opozitës, por jo i Partisë Demokratike që ndodhet prapa hekurave është zoti Ilir Meta. Dhe sot kemi 70 zyrtar socialistë në burg të gjithë kategorive.